Mirëmbrëma për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lavdruar Jezu Krishti. Si çdo mbrëmje, bëjmë lutjen e mbrëmësores. Sonte është e kremtja e pagëzimit të Zotit, psalmet dhe këngën si në mbrëmësorën e parë të dëftimit të Zotit. O hy, më eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë i jetës. Amen. Aleluja. Himni. Nga ati, o një i lindur, tek ne vjen me anë të Virgjërës, shenjtëron me vesë të pagëzimit e të gjithë me fe i përtrin. Krenar nga qielli i dal, me trajtë njerëzore, me vdekje shpërblen veprën, dhuro gëzimet të jetës. Këto ty shëlbues të lypim, ndër ne zbrit më shirues, dhe dritë të qartë hynore, kushto ndër zemrat tona. Me ne që ndro, o Zot, natën në zezë shpërndaje, çdo kop të lig pastroje, na jep mjetin shërues. O Krisht, jeta e vërteta, ty të qoftër lavdia, me shkëlqim atje shpirti, ty të zbulojnë prej qiellit. Amen. Antifona par. Gjon pagzuesi në shkretë të tjerë predikonte një pagëzim kthimi për faljen e mëkateve. Psalmi 135, pjesa e parë. Lëvdojeni emrin e Zotit, lëvdojeni ju o shërbëtorët e Zotit, që qëndroni në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë së hyjit ton. Lavdëroni Zotin sepse i mirë është Zoti. Këndoni emrit të tij sepse është i ëmbël, sepse Zoti e zgjodhi Jakobin për veti, Izraelin për pronën e vet. Unë e di mirë se i madh është Zoti, hyji ynë është mbi gjithë hyjt. Gjithçka do Zoti bën në qiell e në tokë, në det e në të gjitha humnerat. Bën të mblidhen ret prej skajeve të tokës, me vetë të tij ma prodhon shiun, erën e nxjerr nga vendet e strehimit. Ai Egjiptit ja mbyti të parëlindurit, si të njerëzve ashtu edhe të bagëtive. Bëri shenja e mrekulli midis teje, o Egjipt, kundër faraonit e të gjithë shërbëtorëve të tij. Shfarosi një numër të madh paganesh, vrau sa mbretër të fortë, Sehonin mbretin e Amorrenve, e Ogun mbretin e Basanit, i roposi të gjitha mbretrit e Kanaanit. E tokën, pronën e tyre, i dha Izraelit popullit të vet për 3 shëgim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë i jetës. Amen. Gjon pagëzuesi në shkretë të tjerë predikonte një pagëzim kthimi për faljen e mëkateve. Antifona 2. Unë ju pagëzoj me ujë, Krishti do t'ju pagëzoj me shpirtin shejt e me zjarr. Pjesa 2 e psalmit. O Zot, emri yt është i madhërueshëm, e kujtimi yt o Zot prej breznie në brezni. Zoti e mbron popullin e vet, ka mëshirë për shërbëtorët e vet. Idhujt e paganëve janë are argjend, prodhimi duarve të njerëzve. E kanë gojen, por nuk flasin, i kanë syt, por nuk shohen. I kanë veshët, por s'dëgjojnë, as nuk kanë frymë në gojën e tyre. Por si ata do të jenë edhe ata që i punuan, të gjithë ata që shpresojnë në ta. Shtëpia e Izraelit bekoje Zotin, shtëpia e Aronit bekoje Zotin, shtëpia e Levit bekoje Zotin. Bekojeni Zotin të gjithë ju që druani Zotin. Nga Sioni qoftë bekuar Zoti, që banon në Jeruzalem. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë i jetës. Amen. Unë ju pagëzoj me ujë, Krishti do t'u pagëzoj me shpirtin shejt e me zjarr. Antifona 3. Pas pagëzimit, Jezusi doli nga uji dhe mbi të u hapën qiejt. Kënga krahaso letrën e parë drejtuar Timoteut, kapitulli 3, rreshti 16. Misteri i Krishtit. Popujt të gjithë lavdërojnë Zotin. Ai u dëftua në natyrën e njeriut, u shfaqsua me shpirtin shejt. Popujt të gjithë lavdërojnë Zotin. Rojtuar nga engjujt, u predikua ndër pagan. Popujt të gjithë lavdërojnë Zotin. U besuan nga bota, u ngrit në lavdi. Popujt të gjithë lavdërojnë Zotin.
lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. pas pagëzimit, Jezusi doli nga uji, dhe mbi të u hapën qiejt. Lexim i shkurtër nga Veprat e Apostujve, kapitulli 10. Ju e dini çka ka ndodhur në mbar Juden, duke filluar nga Galileja, pas pagëzimit që predikoi Gjuni, se si hyi Jezusin prej Nazaretit e shuguroi me Shpirtin Shenjtë e me pushtet. Atë që e përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë në pushtet të djallit, sepse hyi ishte me të. Përgjigja e shkurtër. Dëgjoje klithjen e popullit tënd, o Zot, hyj ynë. Dëgjoje klithjen e popullit tënd, o Zot, hyj ynë. Hapë për ne burimin e ujit të gjallë. O Zot, hyj ynë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Dëgjoje klithjen e popullit tënd, o Zot, hyj ynë. Kënga ungjillore e Magnificat. Antifona. Shëlbuesi erdhi në pagëzim dhe përtriu njeriun e vjetër. E rilindi me ujë natyrën e prishur dhe veshi me një veshje të pavdekshme. Kënga Vjegjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vetë të përvuajt. qëse që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrezoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Shëlbuesi erdhi në pagëzim dhe përtriu njeriun e vjetër. E rilindi me ujë natyrën e prishur dhe e veshi me një veshje të pavdekshme. Lutjet e besimtarve. Ta thërasim në ndihmë shëlbuesin ton, i cili në lumin Jordan e pranoi pagëzimin prej Gjonit. Dërgoje për mbi ne shpirtin tënd të shenjtë. O Krisht, shërbëtori hyjit, në të cilin ati gëzohet, bëj që të jetojmë në hirin e shpirtit tënd të shenjtë, që të mund t'i pëlqejmë gjithmonë atit. Dërgoje për mbi ne shpirtin tënd të shenjtë. O Krisht, i zgjedhur i hyjit, ti që nuk e thyen kallamin e plasëritur dhe nuk e shuan fitilin tymues, ki mëshirë për ata që nuk kanë fe dhe për mëkatarët që të kërkojnë me zemër të sinqertë. Dërgoje për mbi ne shpirtin tënd të shenjtë. O Krisht, biri i hyjit, ndërmjetësues i beslidhjes së re, i dërguar prej Atit për të qenë dritë për të gjithë njerëzit, me anë të pagëzimit, hapi sytë e katekumenëve në plotësinë e fesë. Dërgoje për mbi ne shpirtin tënd të shenjtë. O Krisht, i shuguruar i Atit në shpirtin shenjtë, për misionin tënd të shëlbimit, bëj që të gjithë njerëzit të besojnë në ty dhe të kenë jetën e pasosur. Dërgoje për mbi ne shpirtin tënd të shenjtë. O Krisht, shpresa jon, që udhëheq në dritën e shëlbimit të gjithë ata që janë të zhytur në errësirë. Pranoi në mbretërinë tënde vëllezërit tanë të vdekur. Dërgoje për mbi ne shpirtin tënd të shenjtë. Ati ynë që e në qiell, u shenjtroft emri yt, art mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj i gjithë pushtetshëm dhe mshuar, ti që shpalle solemnisht Krishtin për birin tënd, kur u pagëzua në lumin Jordan, ndërsa mbi të zbriste shpirti shenjtë, bëj që bitët tu në shpirt
të rilindur me ujë edhe me shpirt shejt, të qëndrojnë gjithmonë në kënaqësinë e dashurisë sate, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn.